janë i frikshëm që këta e përdorin, se dhe me kur të vim na në pushtet, kur ti po fletë si kur së është në pushtet. Që 6 vjetë është tipi në pushtet, halo... është mirë se në premtimet e mira, është mirë të sprovohet në pushtet. Halo, njeri fletë si kur nuk është në pushtet. Si kur vim na në pushtet që a kena me bo. Si do qoftash, salat i mbushën, premtimet i kanë, dhe qysh, LDK-ja po fletë për bashkim, po fletë për një lloj shprese, po fletë kundër gjuhës të rretjes, po bën thirrje se njerëzit mu qetësu, edhe me pas një lloj optimizmi që na muj me esë shumë përpara, muj me esë shumë a mirë. Po thirret në amerikanizëm, po thirret të Trumpi, me gjithë se unë... Edhe posterët i kam bërë nga fushata me gjithë se unë e Partisë Demokratike. Kam dyshime serioze se një parti politike apo një kushdo qoftë që thirren shumë në Amerikën, mendoj që në shoqërinë e sot me tonën ata janë të rrezikum, sepse shqiptarët nuk e duan Amerikën. Nuk e duan Amerikën. Të kemi kujdes me deklarata kështu publike, shqiptarët nuk e duan Amerikën. Shqiptarët e Kosovës nuk e duan Amerikën. Kemi bërë matje të opinionit publik dhe ka dalë se... Këto e në rana. 80%. Këto e në rana. Këtu i kemi prezentuar. Veç shehi kur janë konfliktet e mëdha, luftrat e mëdha, se ka pozicionohen njerëzit. Zhurmuesit e rrjeteve sociale. Zhurmuesit, po që ata zhurmues i ki shumicën për i tyne që edhe i një janë në vetëvendosja shumica. Pra... Jo për këtë arsye ndoshta. Adriatik, sa ma anti-amerikan që ka reflektu se është Albin Kurti as ma shumë është rritë. Sa ma pro-amerikan, dikush që është thirë ka shku të zvëglu. Dhe unë besoj që ajo Kurti që ka thënë në 2015 apo 2016, se shqiptarët nuk i duan Amerikën, por friksohen se i braktis Amerika, mendoj që ka pas të drejtë. Sepse, unë mendoj që na jemi kogja fatkeqësisht, kogja mbetje otomane. Për këtë arsye, orientimi apo thirrja e LDK-s për rreshtim pro-amerikan mundet me dëmtu në mentalitetin dhe shoqërinë tonë cilën po jetojmë tash. Do ta shohim, do ta marrim vesh me shtatë qershor. Unë shpresoj që kam gabim, edhe uroj që kam gabim, sepse ky vend nuk ishte ky që është, ne nuk do ta kishim këtë liri, sot nuk do të ishim këtu pa Amerikën. Por me gjithatë ne kemi tregu në shumë raste që jemi mos mirënjohës. Tani sa i përket PDK-s, unë kam respekt për Bitri Hamzën, vazhdoj me rujt respektin për ta. Mendoj që është politikan i mirë, është njeri i mirë, reflekton dashni, reflekton pozitivitet, por me gjithatë unë që 3 fushata nuk shë asnjë dallim të PDK-ja. S'ka asnjë dallim. Asnjë. Unë të replikohet fushata është Janash Kurtit me këtë. Unë nuk shoh diçka që premton sot që nuk e ka premtuar në shkurt, apo që nuk e ka premtuar në janar. Ta mund të thonë, as mira i kemi pasur premtimet dhe programin, sa s'kemi një presë si t'ja heqim. Bas edhe kanë drejt. Edhe unë nuk kam vrejtje ta zonë për programin, por me gjithatë, nuk ju ka dhonë rezultat. Derisa nuk ju ka dhonë rezultat, besoj që do duhet të ishin pak më ndryshe. E si do duhet të ishin pak më ndryshe, unë e kam mendimin tem, po opozita nuk po pajtohet me mu. Cili është mendimi juaj, t'jenë më radikal? Absolutisht, me Albin Kurtin, me dikë që ka arnë pushtet, me dhunë, dhe njerëzit kanë derë gjak për pushtetin e ti, harro që kime largu me votë. Këta duhet me ditë, këta që majnë tubime patsore, e fjalime ka zbukra, e na bojnë ftes për me u dasht me njoni tjetrin, e ka njëherë doken, si kur po flet Daud Demaku, badi hava nuk mundesh me Albin Kurtin me këtë gjuhë. Duhet me u hargjuaj, pra me kry misionin e vetë, për mira, për keq. Unë besoj për keq, derisa ky popull të mësohet se kjo ka qenë rrugë e gabume dhe të filloj një rrugë tjetër. Shkurtimisht për akën? Te Aleanca, unë shoh ndryshim. Ardian Gjini është profil i politikanit të cilin unë e du. Për mu është i meqëm, është i këfjelt,
e din që ka po donë, e din që ka po thotë. Me zërë ata po merë një parti të vogël. Aleanca është parti e vogël, me 52.000 vota ka qenë në zgjedhjet e fundit. Unë uroj edhe shpresoj që ka me ndryshu kursi. Unë nuk po du me folë se duhet me rujt pak në thoj za objektivitetin, por unë nëse votoj ka me votu Aleancën. Nëse votoni... Nëse votoj ka me votu Aleancën. Se po e veni dyshim a do të votoni? Po e vëjnë dyshim. Po e vëjnë dyshim sepse edhe 2 vendime zoti Kurti me marë si kur këto tjerat, me nda miliona, atëre këto zgjedhje ma nuk janë fair, as nuk janë demokratike, as nuk dhonë rezultat tjetër. Çka ndryshon nga bojkoti juaj personal? Kur gjo, është një mesazh jemi, është një proteste jemja, që opozita duhet me shqyrtu seriozisht, mos persmarrje në zgjedhje, nëse zoti Kurti vazhdon me abuzu me buxhetin e shtetit, me milionat e këtyne njerëzve të varfër, të oligarkëve që kjo janë mbledh taksat, dhe pastaj i shpërndon qështiteket këti. Nuk mundesh me hinë gar i barabart, dikur që i ndonë gjys miliardi euro në kohë fushate, dhe dikush tjetër që nuk ka me pagu as një salë sporti. Për këtë arsye, vota në shumicën për vetëvendosin për mu është korruptive, ky popull e ha korrupsionin, e do korrupsionin dhe i do ma mirë 100 euro sot në gjep, se sa me logarit 5 vjetë e ardhshme për një stabilitet shtetit edhe të venit. Vota për vetëvendosin është korruptive. Absolutisht që është korruptive. Sepse korruptive është të e bazë, zoti Kurti. Ne duhet me i hapë sytë edhe vesht, ne si media, si shoqëni civile, si prokurori, me i pa veç 2 milion euro ku kanë me shku tash. Ne duhet me i pa veç këto 2 milion euro ku kanë me shku tash. Koha e kishte parë dokumentin 3 deri në 6 euro llogaritej që ti marë avioj kompania për secilin pasagjer që vjen në drejt Kosovës. Cila? Duhet procesi është të aplikohet, të garantoj se sa udhëtar do t'jenë? Zoti Kelmendi, në një procedurë të tillë, kur ndahen para, duhet të nder publik. Dhe pastaj të aplikojnë aviokompanit, të garantojnë fluturime, të garantojnë pasagjer në mënyrë që t'i marrin ato. Dhe plani është që t'hyjnë fuqi nga e hëna, nga një qëshori. Ja, unë qyshe një si qeveri, edhe që ka jem të punu që të ditë. Pra, këta janë një ndërmarrje për bashkët kriminale, të cilët vjedhin pa hesap, të cilët... Besoj mund t'i argumentoni. Son të s'kena ho, por... A do me i pas tash? Që donë që tash t'i kalëzaj. Pra këta shpallin procedura sekrete, ndërko komunikojnë me kompani të Sërbis, të cilat duhet të furnizojnë me X malin. Ju po thoni se keni dëshmi për këtë dhe mund t'i shpallin, unë për ju thëmë se duhet prezentuar dëshmi. Që, do me i pa. Do t'kemi rastet tjera. Që. Se sonte... Që ku i ki komunikimet? Që. Qka e në ato vetëm t'i afroj? Këto është njëni për ministrave të Albin Kurtit, i cili është i përfshim në krim, i cili është i përfshim në hajni, i cili është i përfshim në abuzim, i cili është i përfshim në vjedhje. Që ku i ki këto? Që. Gjitha ato janë komunikime? Që, ku i ki këto? Ministrit? Që ku i ki, krejt, ran. Dhe këto dëshmojnë këto që po i thoni? Pej nesër kom janë nisë me i botu. Mirë, jemi drejt për drejt, e prezentuat. Zonja Shabani, si e pat hapjen e fushatave? Sigurisht ndërshëta i keni parë pak me gjërësisht, këto ishin disa inserte. Pa tjetër, pajtohem që gara me subjekteve politike nuk është as pak e barabartë. Ne kemi pa fillimin e fushatës prej zotit Kurti ose vetëvendosjes ma herët, edhe pse zyrtarisht ka fillu sot, një fushat e cila ta lem përshtypjen që po bëhet nga opozita dhe jo nga një pushtet që tashmë ka qeverisur për 6 vite. Pra, premtime të cilat të reja, ose